Bëmë 9 të ngjaj, kështu që mos u rrimi nga që jeni ju të dyja, ajo mos ta jeni ju. Dhe ti t'jesh krenare dhe je vërtet një nënë e bekuar për vajzat e tua dhe kjo është një merit e jotja. Unë nuk e kam dashur veten time, asnjëherë, me thënë të drejtën, akoma nuk kam filluar ta dua. Mendoj që do të jetë një kohë gjatë. Jo. Ke filluar ta duash, përkundër. Jo, nuk është pamja. Jo, nuk është pamja ajo që të tregon dashuri. Që të duash vetëm do të harrosh të kaluarën. Dhe ajo nuk harrohet, por mendoj që ne duhet të duam veten tonë, jo për inat të tjerëve, por të duam veten tonë për kënaqësinë tonë. Nga ty Luana mora një mësim shumë të mirë sot. Ose rruj fare, hes për pare, se nuk ekziston që tjetër përveç teje. Kështu që të falenderoj shumë për ftesën dhe jam shumë mirënjohëse që më dhe të shikoj një anë tjetër të grave dhe vajzave shqiptare. Ky është një dimension tjetër i jetës time që me të vërtet të çon drejt asaj që respektoje veten, duaje veten, se në fund ditës edhe të tjerë do të duan. Suksese dhe 100 vjeç.